Atje voton me shumicë listën sërbe. Kështu që lista sërbe është përfaqësues i komunitetit në veri. Atje do të çfarë po thotë Krstiçi është diçka tjetër, po thotë që është unë po them diçka tjetër. Ajo që kundër interesit. Ajo që do të mendon veri është që komuniteti serb atje me kuptu edhe me njoft realitetin e ri edhe me kuptu Kosovën si shtet tyre. Po. Te diskriminimi. Zoti Krstiç, kjo qeveri është duke diskriminuar shumicën e qytetarëve të Republikës Kosovës. Me atë çka është duke bërë, me atë që është duke vepruar. Krejt parametrat zhvillimor në këtë vend janë negativ. Krejt grafikonet, krejt treguesit se ato që diskriminohet një serb se etnikisht në ato aspekte sociale. Po jem të fol për shumicën. Krejt treguesit ekonomik tregojnë se shqiptarët në shumicë këtë pjesë, edhe gjithë popullata e Kosovës jeton më keq se sa para qeverisë së zotit Kurti. Gjithë treguesit tjerë tregojnë se këtë vend ka humb shpresa. Shpresa ka humb për shkak të gabimeve edhe mosdijes në qeverisje. Po jap disa shembuj, me që po keni qef më ndalë të veri. Për shembull, në veri, në qeverisin Kurti, kanë humbur 63 milion në energjinë elektrike. Paraprakisht, në qeveritë e kalune, në para kësaj, shpenzimet në veri, qoftë në rjetë, qoftë në mos pagesë, kanë qenë 4, 5 dhe 6 milion. 15 herë më shumë. 63 milion. Ku kanë shku? Ju jeni qeveri, doni me tregu. Tash paguhet rrymë atje. 800 milion e kene importin e rrymës. Po diçka tjetër është kjo. Jo, po flasim për vlerën politik. Serbët në veri paguajnë rrymë. Jo, unë po të jep shembuj që nuk është problem veç veri, problemi është që shjetojmë edhe na këdej. Nuk mundem na bëjmë marketing politik në veri. Okej, po mos ndalemi me Prishmëria për zgjedhje Grajinë se do jemi Prishmëria, po e ke fjalën për rezultat zgjedhjet, sipas teje. Është vështirë me parashiku, po nëse qytetarët dojnë me votu me logjikën edhe me arsyeën e të menduarit politik, atëherë do të mu bazohen në numra. Çush kanë jetu përpara? Qysh kanë jetu sot? Thjesht, çka kanë blerë me 100 euro para kësaj qeverie, çka blen sot? Edhe zgjidhja është shumë e lehtë. Po si unë mendoj se qeveria Kurti duhet me shku te shtëpia. Edhe mendoj se qytetarët këto e ke si qendrim politik, po kush i fiton zgjedhjet? Po kush i fiton është vështirë me thonë, po unë mendoj, unë kam qenë me fitu Lidhja Demokratike e Kosovës, po a do të fitoj kjo varet nga qytetarët, duke përcaktuar ne, varet nga ajo se si sillen. Unë kam një kritik për opozitën këtë rast përfundimisht, duhet me qenë më aktive në atë që e paraqet para qytetarët. Nuk mjaftohet me një tubim, nuk mjaftohet me çuni anonimus në një debat politik, me përfaqësu partinë, por duhet me figurat të kryesore të partisë, me shpjegu qartë, edhe me i thonë arsyet pse do të me votua vëlla opozitën. Mos me pas frikë. Pra ju mendoni që nuk janë duke depërtuar tamam të votuesit? Nuk janë në nivelin e asaj që do të me thonë. Shej Grajinca për ndryshe e ka sjell me vete bllokun e kaltët, që ta Glo vëlla. Se dia ka